Procesi i rinumërimit të votave në Kosovë ka përfunduar plotësisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur sot rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të datës 28 dhjetor 2025 për Kuvendin e Kosovës, duke i hapur rrugë certifikimit të mandateve dhe formimit të institucioneve të reja. Antarët e KQZ-s kanë miratuar listat e kandidatëve për deputet të gjitha subjekteve politike, me përjashtim të listës serbe. Vendimi është marrë me 3 vota për, 2 kundër nga antarët e lëvizjes vetëvendosje, ndërsa antarët e tjerë kanë abstenuar. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, prezantoi ndarjen përfundimtare të ulseve në Kuvendin e Kosovës, bazuar në rezultatet e certifikuara. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka fituar 51.10% të votave, duke siguruar 57 ulse deputetësh. Partia Demokratike e Kosovës është renditur e dyta, me 20.19% të votave, apo 22 ulse, e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me 13.24% apo 15 ulse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 5.50% të votave, përkatësisht 6 ulse. Sa i përket ulseve të rezervuara për komunitetin serb, 9 mandate i ka fituar lista serbe, si subjekti më i madh politik i serbëve të Kosovës, ndërsa një ulse i takon Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Gjatë mbledhjes së KQZ-s u diskutua edhe çështja e Partisë Demokratike Turke të Kosovës. Në këtë debat u përfshi antari i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, Sami Kurteshi, i cili deklaroi se zgjedhja e 2 deputetëve nga kjo parti është e jashtëligjshme dhe se ai nuk do ta votojë një vendim të tillë. Në përgjigje, kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, tha se kjo çështje është trajtuar edhe më herët dhe se palët kanë të drejtë ankese mbas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Për sa i përket çështjes së KTDP-s, e kemi diskutuar më herët. Ligji, por edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese tregojnë se kemi të bëjmë me 2 ulse, ku kërkohet respektimi i kuotës gjinore. Kjo çështje është trajtuar në një vendim të mëparshëm të kushtetueses. Propozoi që mbas shpalljes së rezultateve, kjo të kontestohet përmes ankesës, ndërsa pjesa tjetër i mbetet në kompetencë paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtesa, deklaroi Radoniqi. Me shpalljen e rezultateve përfundimtare, procesi zgjedhor hyn në fazën e ankesave dhe certifikimit, duke i hapur rrugë konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re.